Një vetëtim e vetë në rrafshoi Hiroshimën gati 80 vjet më parë. Sot, 9 shtete kanë fuqinë për t'i dhënë fund qytetërimit brenda pak minutash, me armët e tyre bërthamore, shumë më të përparuara dhe vdekjetuese. SBA dhe Rusia mbajnë më shumë se 90% të arsenalit botror, apo mbi 5000 koka bërthamore secila. Kina po ndërton me shpejtësi me rreth 600 armë bërthamore. Franca, Mbretëria e Bashkuar, India dhe Pakistani kanë secila nga 100 deri në 300 armë bërthamore. Vlerësohet se Izraeli zotëron nga 80 deri në 90 armë bërthamore, megjithse kur nuk e ka konfirmuar këtë në përputhje me politikën e tij të paqartësisë bërthamore. Korea e Veriut ka shumë më pak, por ka kapacitetin për të prodhuar më shumë. Për të ndërtuar një armë bërthamore nevojitet uranium i pasuruar ose plutonium, materiale që nuk ekzistojnë natyrshëm në formë të përshtatshme për armë. I njëjti proces, por me nivele më të ulta pasurimi, përdoret për energjinë bërthamore. Prandaj fuqitë globale monitorojnë me kujdes vendet në programe pasurimi uraniumi, sepse kufiri midis energjisë civile dhe një bombe është shumë i hollë. Bomba e hedhur mbi Hiroshima në vitin 1945 vrau mbi 100.000 njerëz dhe ishte vetëm 15 kiloton. Kokat bërthamore të sotme mund të arrijnë mbi 1000 kiloton. Kjo është 60 deri në 80 herë më e fuqishme. Një raketë vetëm mund të shkatërrojë një metropol, dhe raketat moderne shpesh mbajnë koka bërthamore të shumëfishta, secila aftë të godas një objektiv të ndryshëm. Viktimat mund të arrijnë në miliona nga përplasja dhe pasojat radioaktive mund të ndikojnë në rajone të tëra. Traktati për mos përhapjen e armëve bërthamore i nënshkruar në vitin 1968 kishte për qëllim të parandalonte përhapjen e këtyre armëve, por ndërsa ngadalsoi disa programe, nuk ka ndaluar grumbullimin e armëve apo modernizimin e tyre. Vende si India, Pakistani dhe Izraeli nuk u nënshkruan kurrë. Korea e Veriut u tërhoq në vitin 2003. Dhe pas një fuqi bërthamore të angazhuar aktualisht për qarmatosje, bota ende jehon në hijen e rejës së Kërpurdhës.